أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد gjitha falenderimet, lavderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, vetëm atë azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm prej Tij falë dhe ndihmë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë dhe pranojmë se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij, dhe është vetmja krijesë që Allahu subhanahu wa taala na boni kusht nëse dojna më kanë të shpëtuar me shku hapave të Resulullahit alayhi salatu wassalam, me shku dhe me ndjek këtë burr të madh e cila është vetmja krijesë që është yrnek për neve pa behone sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salavatet dhe selamat qofshin mbi këtë njeri të bekum alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi gjithë shokët e tij ridwanullahi alayhim wa ardahum, dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Elusme Allahun subhanahu wa taala të na bën prej tyre ya Rabbi. Allahumma amin, amin, amin. Pastaj vëllezër musliman, sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të hapim një kapitull të Kur'anit, një sure të Kur'anit, dhe do të filloj me komentin e kësaj sure për arsye që të mësojmë diçka prej fjalëve të Allahut subhanahu wa taala dhe të marrim me veti diçka kur shkojmë para Allahut dhe ta shtim praktik sa jena gjallë. Dhe kjo sure quhet Suratul Qalam, surja e lapsit. Disa e kanë quajtur surja Nun. E do të shohim se për çka është thujt kështu. Sebepi kryesor që ka filluar zbritja kësaj sure ka qenë mbrojtja e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam prej fjalëve të ndyta, prej fjalëve të pamoralshme, prej fjalëve që kanë qenë më idiote që kanë ekzistuar ndonjëherë. Nga se fillon mushrikët e Mekës I thonë Resulullahit alayhi salatu wassalam që është magjistar. Kur e shpjegën këta, vetëm me nun thanë ja bëse s'ka të bëj kë me magjistar kur gjë. Thanë kë është njeri rëncak. Mendon thanë ja bëse sa është rënc, se kur njëc na ka rënë alayhi salatu wassalam. Thanë është rrethor, thanë ja bëse s'na ka rrethu kur deri sa erdhen disa për tyne se dreqi s'nalet me qikaq. Dreq, më konë ka emën më të mirë kjo I malkum. Shkoj dhe thët, ade që tash pequjna Muhammedin alayhi salatu wassalam, pequjna që është njeri I çmendur. E kjo është kulmi. Kjo është kapaki. Për çka kështë? Për arsye se edhe tek na edhe gjithmonë shkon e njëjta pozit që njeri I çmendur e kem llogarit që ai në të ful çka dën si mirët fjalë. Ai në të vepron çka dën se si mirët kur gjë. Edhe me mbyt një njeri thonë ha besa I çmendur se ka pas ligje as kur gjë se ka. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë hadith për 3 persona është ngrit lapsi. Njëri prej tyre është I çmendur. Veproj çka veproj gjëna nuk I shkruhet te Allah. Pse bashkë këtu e gjujtën topin? Për arsye se çka të vinë njerëzit në haxh me një fjalë na kena me mujt këtë Muhammedin edhe fejnë e tina alayhi salatu wassalam.
Dhe kena me thonë njerëzve që do të vinë, nëse ndel ju fol njëni me emrin Muhammed, është i çmendur. Tash e keni parasysh se sa njerëzit mund me marr këta me thonë lebe se atë fol po i çmendur është. Amo kanë harru se Allah është ai që ka erun robën e tina. Tha Allah në Koran, a nuk i mjafton Allah robit tina? Në fillim kësaj sure Allah i demanton këtë ata që janë konë mushrikët e Mekës në atë kohë, edhe që janë sot, edhe që kanë me jetu deri në ditën e Kiametit, dhe zbriti fjalën e por tha nun wal qalami wama yasturun. Nun, çka do të thonë kjo nun? Ni shkruajnë. Hajde jo që e quni pejgamberin çmendur. Ju jeni të zotit e mendjes, ju jeni shumë të mëshëm. Tregoni se çka është nun. Nuk e di kërko është përveç Allahut. Kanë thonë dietarët këto Allah e kanë pusht komplet ata që i kanë thonë dhe Resulullah a.s. i çmendur. Me shka me një shkruajnë. Qysh e mbrojti Kur'anin fillim atje ku e kem Alif Lam Mim. Këto janë 3 shkruajnja. Nuk di koment se çfarë do të thonë kanë këto 3 shkruajnja as kush përveç Allahut. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Kjo është një libër që s'ka pikë dyshimin ta. Në fillim të librit kallëzan, merr çfarë dush libër. Gjoj profesor doktorat më të mëdha që kanë ekzistuar ndonjëherë, më të dijshmit. Ata që kanë shkruar libra, çera pe gjon na kon libër në fillim të librës më thon ti që të libër që i ke në dorë, e ke marrë me lexu, s'ka as një vërejtën ta. Nuk ka as pikë dyshimin ta. S'ki me gjetë asnjë. Na të thojmë që ki me gjetë, ama ajo është veç libri Allahut, është Kur'ani. Hudan lil muttaqin, ky libër është udhëzues për ata që janë të devotshëm, për ata që e dojnë udhëzimin. E Allah subhanahu wa taala të njëjtin kontekst e zbriti surën Qalam dhe i tha nun, gjonë çka është. S'ka mundsi. Wal qalami wama yasturun. Pasha lopsin dhe ata që shkruat në rreshta. A mëni me morë me men një njeri pa ditë shkrem dhe lexim vëllazëri, edhe me të thonë këtë shpreje kaq precize, më të betu në laps edhe në rreshta, një njeri që s'ka ditë për vetim shkrem lexim, po të kallëzën ka dalë se diçka ka shumë të madhe që të. Wal qalami, po betohet Allah pasha lapsin, ka diçka të madhe këtë. Hese pore lexim, mëso studio. Jo rasesht të në Allah subhanahu wa taala, rasesht nuk e ka zbrit ajetin e parë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexon në emrin e Zotit tënd i cili të ka kriju ty. Mëso. Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo, mëso. Se Zoti është më bujari. Çfarë është më bujari? Zoti është ai që të ta dhon dituri. Bujar që u dikosh që jep diçka. Kush është më bujar se Allah te bareke ve taala? Askush. Allah subhanahu wa taala thot Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Allah është ai i cili prej bujarisë tina ja mëson njerëzve shkrimin. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Ja mëson njeriu ata shas dinte hiç. E ata shazdente historin e kena të Ademi a.s. Kur Allah s.a. ju tha me la që pe krijaj një zëvendës në tokë. I thanë qysh pe krijan o zët një krijes që ka me bo gjakderdhe, e ka me bo fesadet mëdhaja, ndërsa na jem që të adhërojmë ty. Pa ndërprej. Allah s.a. i tha, unë e di ata që ka jo se dini. Unë me të vërtet e di ata që ka jo se dini. Dhe kur e krija Ademin a.s. i tha me loqev të regajnë ata është Ademit gjonat që i kom kriju gjësandet. Që kanë emnat? Nuk ditën asë një mu përgjigj. Allah subhanahu wa taala këto e bjet dëshminë dhe thot na jam mësu me Ademit a.s. emrat. Dhe i tham të regaj Adem tash emnat. Qka? Ata që Allah ju ka thonë fillim ju nuk e din ata që unë e di. Dhe pasi që Ademi a.s. me të regaj emnët e gjësande, Allah s.a. shaj respekti, falenderimi, i tha beni sejgjë Ademit që jam mësaj, ju ishit pa ditur.
Edhe kjo është cilësi e babës tonë që kur t'jep dikush diçka, kur të mëson dikush diçka për të mirë, thuaj faleminderit, thuaj Allah është shpërblet. Thuaj Allah të udhëzohet, bën dua për ta, se ndoshta doja jote ajo udhëzohet. E mi për fatkeq shumicën e njerëzimit e kem nga una iblisit, i cili u largu prej urdhrave të Allahut subhanahu taala dhe u bë prej atyre të humbërve. Mirë po Allah subhanahu taala thot wa ma yasturun, pasha rreshtat, pasha këta farreshtat që jo na veç i shumë me rreshtat, ndërsa Allah është betuar këta rreshtat se çka janë. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mujahidi, nxënësit e tij na komentojnë këtë fjalë, kanë thonë Allah ka pas për qëllim këto gjithçka çka shkruhet. Pse? Kanë thonë do të vjen një ditë që do të dalme para Allah dhe kena për të gjetë gjithçka çka kena vepruar. Këtë koment e kanë thonë disa prej dietarëve. Kto është për qëllim, kanë thonë mbelaçet të cilat i shënojnë veprat tona, i shënojnë fjalët e tona se çka folëm. E disa të tjerë kanë thonë wal qalam është betimi e Allah subhanahu taala në lapsin. Cëllin laps? Kanë thonë lapsin që e ka kriju krijesën e parë. Që shën hadithin e sakt, cilin e transmeton Ibn Abi Hatim radhiyallahu taala anhu nga Ubada ibn Samit radhiyallahu taala anhu, e ky nga baboi i tij. Thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë inna awwala ma khalaqa Allah, me të vërtet krijesën e parë që Allah ka kriju ka qenë lapsi. Fa qala lahu uktub, dhe i ka thonë lapsit shkruaj. Ka thonë çka shkruaj Zot? Ka thonë shkruaj çka ka me ndodh prej këtij momenti deri në ditën e Kiametit. 50.000 vjet para se më kriju, Ademi alayhis salatu wassalam ka ndodhur kjo ngjarje. Hadithën transmeton Imam Ahmedi Tirmidhiu dhe Taberiu, Allah pas mëshiroj ya Rabbi. Në këtë kontekst që kanë ardhur këto ajete për mbrojtjen e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, kjo është mbrojtje edhe për neve vëllezër. Se te që adhuron Allahun, shpesh herë nim të thonë lebe se këta s'ka santa. Lebe se këta janë hala me Kur'anin, ai Kur'ani është që 1400 vjet libër shumë i vjetër, nuk punohet me ta. Hala vazhdojnë sot dhe tutje ata fari blisat, ata shejtanat në për tokë, ata kanë me vazhdu. Po kanë me vazhdu edhe njerëzit që adhurojnë Allahun, Allah na bëu prej tyre ya Rabbi. E Allah subhanahu taala i tha pejgamberit tij alayhi salatu wassalam për me jashtënuar zemrën hala më shumë, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Nuk je ti çmendur o Muhammed, po te je bashkë në kulminacionin e mirësive të Allah subhanahu taala. Çfarë mirësie? Cila është ajo mirësi që ka posi dërguar me Allahut? E ka bën pejgamber dhe vul gjithë pejgamberët që pas tij s'ka pejgamber më. Vetëm në libër që Allah ja garantoi që s'ka më ndryshu kur është Kur'ani. Dhe kështu Allah subhanahu taala doshi që ta shnosh se ata janë çmendur, si ti. Mi po ti me kat çka po të shpallë ti o Muhammed, vetëm se sharaja njerëz rrugën e drejtë. Dhe i tha Allah subhanahu taala innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Me të vërtetë o Muhammed kanë dënë ti s'mundesh me udhëzu. Mirë po udhëzimi ta kanë vetëm Allah subhanahu taala. Dhe kështu kanë zbrit shumë ajete, cilat Allah subhanahu taala e përshkruan që i dërguar me Allahut e ka obligim veç më na i tregon neve shpallin që është zbrit, që është zbritje e Allahut, ndërsa a e marr me as e marr me është problemi jonë. Thot Allah subhanahu wa taala wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dhe ty o Muhammed jo veç se të kena bo pejgamber dhe vul gjithë pejgamberve, po ty e këta kena dhon një shpërblim që kur ta marrësh atë shpërblim, kur njët s'ki më dope ati shpërblimi mo. Kur njët s'ka më paksu e shpërblim. E lejmë më të largu ketë, pas më të paksu, s'ka më të paksu, vetëm ka më shtu për çdo ditë, për çdo moment. Dhe aja është Gjenneti al-Wasile, për cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, është një xhennet vetëm për një person.
Lutni Allahun pas çdo ezani, thunë doan e ezanit kurse ditë të mbrojë muslimanit mësane. Lutni Allahun që të më jep mua këtë xhennet. Dhe sahabët kanë thonë ja Rasulullah, na dëshmojmë se kërkush nuk e meriton këtë xhenet pas teje. Dhe na dëshmojmë ata që kanë dëshmuar këta burra të mëdhaj. Pse kur s'ka mundoh për atij xheneti dërguar me Allahu alayhi salatu wasalam, jo vetëm kaq, ata shpefën që i dërguar me Allahu s'ka dhe moral, ndërsa Allahu subhanahu wa taala tha wa innaka la ala khuluqin azim, ti me të vërtetë Muhammed alayhi salatu wasalam e posedon një moral të përsosur. Ti me të vërtetë ke një moral shumë të lartë Muhammed alayhi salatu wasalam. Gjonën i transmetim që i dërguar me Allah të ka fol diçka fjalë në dytë të keqe. Veç një gjonë sim të i lyp dy. Thot Allah subhanahu wa taala fasatubsiru wa yubsirun. E shumë shpejt ka me ordita që edhe ti dhe ta shosh Muhammed dhe ata që po shpifin për ty dhe ta shohin realitetin. Bi ayyikumul maftun, cili prej juve ka qenë ai far i lojti, cili prej juve ka qenë i çmendur o Muhammed. Do të vjet dita. Dhe ata e kanë po se kanë vdek. Mi po na e bëjmë selam atyre të sodë që janë gjallë dhe që s'lan san pa fol keq për fejnë e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam dhe për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. I kanë mush borxhet e tyre dhe gojet e tyre me zjarr vallahi. Edhe një ditë kanë me dal para Allahut ata dhe na. Amo dallimi shpresojmë te Allahu që do të jetë na do të mbanor xhenetin ata të zjarrit. Pse? Kështu Allahu ka premtuar për ata të cilët e ndjekin pejgamberin alayhi salatu wasalam, wa ma yuti'i Allah wa rasulahu, kush i nënshtrohet Allahu dhe dërgumit i tij, faqad faza fawzan 'azima, ai ka fituar një fitore shumë të madhe. Thot Allahu subhanahu wa taala, inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili. Dijete a Muhammed alayhi salatu wasalam se Zoti është i gjithë ditur për ata i cilë e ka lënë udhëzimin, për ata cilë e ka zgjedh me hum, vetë e ke zgjedh, e bojsh me shnet, shko se vetë ki me vujt dënimin. Ndërsa thëtë Allah te bareke wa taala wa huwa a'lamu bil muhtadin, dhe ai është i gjithë ditur se cili është ka për udhëzimin, cilë në zem, udhëzimin është Kur'ani dhe Sunneti sakti pejgamberit ton sallallahu alaihi wa sallam. Ne lutem Allah na azza wa jall më na forcu ja Rabbi, më na pastru prej gjinove ja Rabbi, më na fal këtë gjinot në spedal kërkosh për kësaj xhamie pa e fal Allah këtë gjinot ja Rabbi. E lutem Allah na azza wa jall të na furnizon me ditoritë e hajrit dhe me pasu këtë ditori, jo vetëm me mësu, nga se iblisi dhe më shumë se na, po është iblis, është shejtan, është i larguar prej rahmetit Allahu te bareke ve taala. Mi po neve na vjen që ditori me shtin praktik, nëse dojna më kon të shpëtuam nesër në ditën e Kiametit. E lutem Allahun azza wa jall me këtë emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të larta, të ndihmon musliman kudo që janë ja Rabbi. T'ja vhek zullëmçart që e kanë në mbi koka, të ishten me zvejti hasmërit ja Rabbi në mesin e këtyre farë mushrikëve. Allah i faruf me zvejti ja Rabbi, mos t'ja vënol të luftën deri në Kiamet kur ja Rabbi. Allah deri këtë hidhrimin e tij në mbi ta ja Rabbel alamin. E lutem me Allahun më na mëshiru atë ditë kur të dalim para tij, më na bën me grupën e pejgamberëve, me grupën e të sinqertëve, të siddiqin, me grupën e shahidave, Allah na bën prej ty ja Rabbi. Wa hasuna ulaika rafika, me të vërtet nuk do të ketë grup më të mirë ditën e Kiametit se sa këto. Allahu na fal neve dhe juve. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafur.